Mirëmbrëma të dashur shikues. Muajin e kaluar pati një tjetër përpjekje nga aktivistë nga vende të ndryshme të botës për të organizuar një flotilje e cila duhet dërgonte ndihmë humanitare në Gaza, duke çarë kështu rrethimin, duke pra detyruar shtetin e Izraelit, nëse do të ishte e mundur, të hiqte embargon. Për ata që nuk e dinë, prej vitesh Izraeli aplikon një embargo të tmerrshme mbi ushqimet në Gaza, ka madje një listë ushqimesh të lejuara dhe të ndaluara, dhe ka caktuar edhe se sa kalori duhet konsumoj çdo banor i Gazës. Mbi këtë bazë, për ata që nuk e dinë, Izraeli për shembull ndalon çokollatat, ndalon makaronat, ndalon të hynë mishi i ngrirë, sepse pretendon që mund të mos jetë ruajtur në mënyrë të sigurt gjatë gjithë kohës që është transportuar. Por ndalon dhe mishin e thatë, ndalon dhe kanaçet, sepse pretendon që metali i kanaçeve që përmbajnë mish mund të përdoret si material lufte. Me justifikimin pra se të gjithë këto artikuj janë sipas qeverisë së Izraelit me përdorim të dy fisht që mund të përdoren për të bërë bomba, armë me të cilat do të shkatërrohet Izraeli, ndalohen pra qytetarët e Gazës të mbijetojnë. Flasin për mbijetesë, nuk po flasin për luks, i përmenda çokollatat dhe makaronat për t'ju thënë që fëmijët në atë vend rriten pa provuar se çfarë është çokolata. A ka qenë kjo embargo e suksesshme dhe justifikuar? Ajo që ndodhi në 7 tetor 2023 provoi që nuk ishte. Ndërkohë që qeveria e Izraelit ndalon çokollatat, makaronat, ndalon pelenat e bebeve, ndalon çdo ushqim të ambalazhuar në kanaçe metalike mbi një trashësi të caktuar, doli që në Gaza kishin hyrë mjete fluturuese, mjete lundruese, përveç armatimit, përveç raketave që ata i përdoren në 7 tetor. E një nga aktivistët e kësaj flotilje të tretë ishte Baki Goxha, një qytetar shqiptar nga Vlora, i njohur për qëndrimet e tij pro-Palestinës edhe në aktivitetet më hershme. Ai, si të gjithë të tjerët, ju nënshtrua një fati, do ta quaja brutal, u mor penk nga autoritetet ushtarake izraelite në det të hapur, në ujëra ndërkombëtare, dhe pastaj pas 3 ditësh u lejua që të transportohet përmes Turqisë për të kthyer në atë dhe. Ai u bë personazh, dashje pa dashje, me veprimin e tij dhe me qëndrimet e tij, dhe siç ndodh zakonisht në këtë raste pati njerëz që e stigmatizuan, e kritikuan, e tallën, i veshën lloj-lloj epitetesh, e akuzuan për mungesë patriotizmi, pra si një njeri që udhëhiqet nga bindjet fetare, jo ato atletare, dhe ai gjithmonë është mbrojtur me tezat e tij, të cilat do t'i dëgjojmë edhe sot të artikuluara, po ndërkohë me të do të flas sot, duke qenë se ai është një qytetar nga Vlora, edhe për atë që po ndodh në Zvërnec, Sazan dhe jehonën e saj në Tiranë. Baki, mirëmbrëma, faleminderit që pranove ftesën. Mirëmbrëma Kaqit, falenderoj shumë. Ke qenë shumë i zënë që nga kthimi yt nga Izraeli, saqë ka qenë e pamundur që të planifikojmë më herët një bisedë bashk. Më vjen mirë për këtë, më vjen mirë që media u kujtua për ty. Tani më thuaj, ose po e fillojmë ndryshe, më lejo mua të bëj avokatin e djallit. Kush të paguan ty, Baki Goxha, që shkon të provokosh shtetin e Izraelit? Po, me siguri Katari. Jo, Katari nuk e besoj, sepse Katari ka qenë marrëdhënie shumë të mira me Izraelin, madje Katari ka kanalizuar parat që Bibi Netanyahu ka dërguar me valixhe në Katar, përmes cilit pastaj kanë kaluar për udhëheqësit e Hamasit. Kështu që gjej një Katari ka qenë një ndërmjetës mes Hamasit dhe Izraelit. Jo se kanë një marrëdhënie të shkëlqyera me shtetin e Izraelit. Ndryshe nga Emiratet e Bashkuara, për shembull, që kanë, le të themi, turpërisht marrëdhënie të shkëlqyera me Izraelin. Katari është një lojtar neutral, sesa një. Pra nuk të ka paguar Katari, mos të ka paguar Irani? Tani kjo punë e pagesës është një çështje që një pyetje që bëhet shpesh. Dhe ti e ke kapur jashtëzakonisht bukur të pjesë. Po unë paguaj për vete, prandaj dua të di kush të paguan ty. Kjo pyetje vjen përgjithsisht nga njerëz të cilët nuk imagjinojnë dot që të bëjnë diçka pa i paguar. Domethënë, vjen nga njerëz të cilët çdo gjë e shesin me lekë. Nuk kanë ndjesi për te paras.
Pra, që dikush të vë jetën në rrezik apo të bëj punë vullnetare për një kauzë është e paimagjinueshme për disa njerëz. Fatkeqësisht apo fatmirësisht edhe unë nuk kam marrë nga asnjë lojtar i jashtëm apo i brendshëm para për këtë gjë. Përveç kësaj, që me fillimin e genocidit unë kam pas një rënje drastike të produktivitetit tim në punë. Dhe unë kam gjeneruar gjatë këtij 2-3 vjeçari 20 deri në 30% të shumës që gjeneroja më herët. Me çfarë biznesi merresh? Pra unë kam posto, përveç se nuk paguaj, kam posto të mëdha financiare duke u marrë me këtë punë. Pra me çfarë biznesi merresh dhe ç'ka ndikuar? Je programues, okay. Dhe ke pasur më pak oferta? Gjithashtu me ti me shoqe kemi një qendër kurse që në Vlorë që e menaxhon një me shoqe. Qendër çfarë? Më fal se nuk e dëgjova. Le të them unë kam rënë në qatë ti me shoqe për të mbijetuar këtë 2-3 vjet. Po nuk e kuptova çfarë qendre keni me bashkëshorten? Qendër kursesh. Kursesh. Trajnimi, po, qartë. Okej. Dhe pra barra i ka rënë asaj me të menaxhoje vetë me qendrën e trajnimeve, ndërsa ti ke shumë më pak oferta si programues. Po pse ke më pak oferta? Përveç kohës që të ka marrë kjo punë. Nuk mund të them që kam më pak oferta, por unë nuk kam produktivitetin që kam pasur. Dhe nëse marr një punë ajo zgjatet nga një muaj në 3 muaj në kohë. Kështu që e kuptoj. Produktiviteti nuk ka rënë. Ofertat janë, marrëdhëniet janë, por që unë nuk jap dot më shumë se sa mund të jap tani. Kështu që kam pas kosto të larta financiare në këtë drejtim. Po mirë, atëherë më thuaj, ç'punë ka një shqiptar në Gaza? I zgjidhe hallet e Shqipërisë ti që shkove të zgjidhësh hallet e Gazës? Pyetje interesante dhe kjo. Çështja e Palestinës tashmë është çështje ndërkombëtare. Nuk është më çështje vetëm e palestinezëve. Dhe sidomos për ne në Perëndim, nëse mund ta fusim vetëm Perëndim sepse perëndimorët mund të na shtyjnë në lindje. Ne jemi, domethënë, problemi i Palestinës është shkaktuar dhe vazhdon të mbahet i hapur nga bota perëndimore. Filloi me Anglinë, me deklaratën e Balfourit, dhe pastaj e mori topin e themi Shtetet Bashkuara dhe vazhdoi ta mbajnë gjallë dhe me para dhe me armë Shtetin e Izraelit. Po pra kjo e bën ne si perëndimor, për shembull, na bën që të jemi aktiv si protest, jo vetëm për genocidin, por edhe për bashkëpunimin e qeverive tona. Siç mund të jesh ti kaq në djeni, qeveria shqiptare për shembull, është tashmë tërësisht e binjaksuar me qeverinë e Netanyahu. Ne kemi lënë më sektor të ekonomisë tonë pa e binjaksuar dhe pa e ua dhënë në tepsi shtetit të genocidial. Dakor, pra ne kemi një integrim të shtetit izraelit në shtetin shqiptar. Po pyetja mbetet Baki, pyetja mbetet, Shqipëria është një vend i vogël, që gati po zhduket nga harta, 2.3 milion banor, me një ekonomi tepër të dobët, me një zë shumë të pafuqishëm në arenën ndërkombëtare për të pasur ndikim në vendimet e mëdha që merren në botë. Ç'punë ka Shqipëria të merret me Gazën, ndërkohë që duhet ta mbajë mirë me Izraelin, sepse Izraeli ka shumë më tepër ndikim në arenën ndërkombëtare. Shqipëria ka punë të mbajë qëndrime në qëndrime të drejta bazuar në ligjin ndërkombëtar, të cilat ne jemi nënshkrues. Shqipëria nuk duhet të heqë dorën nga të rreshtuarit me të fortin për qoka politike. Rreshtimi i qeverisë tonë me Izraelin në çdo qëndrim, sidomos të Kombeve të Bashkuara, ka dalë përtej dhe interesave tona kombëtare. Është më shumë për çoka politike të Edi Ramës.
Pse është kundër interesave tona kombëtare të mbështesim Izraelin dhe jo Palestinën? Kemi devijuar tërësisht nga linja e Bashkimit Evropian. Dhe jemi, le të themi, si një koloni e vogël e Izraelit. Nuk e dëgjova pyetjen e fundit. Pse është antikombëtare të bëhemi me Izraelin dhe jo me Palestinën? Me Izraelin janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë vendet më të mëdha më të industrializuara të botës, është Bashkimi Evropian. Nuk besoj se do më thua se Bashkimi Evropian është kundër Izraelit. Bashkimi Evropian, këtu do të dike, Bashkimi Evropian ka gjithmonë një pozicion gjithmonë një kritik në lidhje me çfarë ndodh në Gazë, me ndaj shtetit Izraelit. Ndërkohë që Amerika, Shtetet e Bashkuara është tërësisht le të themi aktori kryesor që bën të mundur si genocidin, si vazhdimin e luftës le të themi në Më lejo të mos bie dakord me ty. Ne jemi në Bashkimin Evropian dhe jemi bashkëngjitur politikës individualiste të Izraelit të Amerikës. Më lejo të mos bie dakord me ty, sepse Bashkimi Evropian bën retorik, por jo veprime kundër Izraelit. Dakord. Ja, këtu jemi dakord, por të paktën në retorik dhe ne do të ishim në linjën e Bashkimit Evropian. Po të marr vetëm dy. Dhe kjo do të thotë që të mos e binjaksonim ekonominë tonë me shtetin e Izraelit në këtë moment. Kalojmë pak më vonë aty. Po për sa i përket hipokrizisë e Europës. Rusia dhe Bielorusia u përjashtuan nga aktivitetet sportive, kulturore, artistike, nga Eurovisioni, nga UEFA, menjëherë sapo filloi sulmi rus me Ukrainën. Po bëhen 3 vjet që gjenocidi është i dukshëm, i qartë në Gaza dhe nuk ka asnjë reagim të ngjashëm nga Bashkimi Evropian apo organizata të tjera europiane, UEFA për shembull, apo Eurovisioni, EBU-ja. Është një tabu në Europë të dalësh kundër Izraelit. Është shumë e vështirë. Establishmenti është tej pro-izraelit dhe zërat këtu kanë qenë të metur. Tani kjo mund të vi për shumë arsye. Arsyeja për mua kryesore është që influenca e lobeve izraelite në Evropë. Në Amerikë, influenca e lobit izraelit është të dukshme. Në Europë është më e fshehtë, por kur shikon rezultatin e kupton që lobi gjithashtu e bën punën e vet. Një arsye tjetër mund të jetë shantazhi. Siç dihet, Mossadi është nga agjencitë e sigurisë më të forta në botë dhe shantazhin e ka mjet partor të arritjes së qëllimeve të veta. Që shantazhimi i aktorëve politik është tejet i mundur dhe mund jetë një nga arsyet pse lider evropian e kanë shumë vështirë të bëjnë qëndrim kundër apo të jenë më agresiv më aktiv për ndalimin e genocidit. Dhe treta është edhe ai faj i përblendësuar tani i holokaustit. Duke qenë se Europa ishte ajo që e lejoi dhe e kreu holokaustin ndaj popullit hebrej, tani janë të kongresuar tërësisht dhe i japin suport të pakushtzuar, edhe pse Izraeli vetë është tani duke kryer një holokaust mbi një popull tjetër. Më lejo të korrigjoj se sipas meje e bërë edhe ti një lapsus që e bëjnë shumë njerëz, që i quajtë hebrejnë çifutët e Europës. Unë për vete bëj një ndarje të qartë midis përkatësisë fetare dhe asaj etnike. Po, si e ndan ti kaq këtë pjesë? Ja se si e ndaj unë. Të gjithë ata që kanë qenë në Europë apo kanë ikur nga Europa, ashkenazët e të tjerë, që kanë shkuar në Izrael, nuk janë hebrej, janë çifut. Okej. Nëse je çifut, ti mund të jesh shqiptar çifut, mund të jesh amerikan çifut, mund të jesh japonez çifut, po nuk je hebre. Ashtu si unë mund të ndroj fe sot, mund të bëhem katolik nesër, musliman pas nesër, mbetem shqiptar sepse etnia ime është shqiptare. Ata që pretendojnë që janë hebrej, nuk provojnë dot me ADN se vinë nga i rajon, nuk provojnë dot se janë semit. Okej. Pra semitët jenë efektisht quhen hebrej dhe ata që janë fetarisht. Po, ata që e provojnë judej, çifut, okej. Po çifut po bëhet djali i Ramës.
Po. Ka nisur procesin e konvertimit. Kur të bëhet 14 vjeç, ai do të jetë çifut me drejta të plota. Po kjo nuk e bën hebre. Me shumë gjatë, po. Po pra, ADN-ja ati nuk do ndryshoj. A je antisemit? Sigurisht e ke dëgjuar që je akuzuar për antisemitizëm. Po. Një nga arsyet pse nuk kam përdorur fjalën çifut publikisht është edhe fakti që shumë hebrenj apo çifut e përdorin, domethënë po e kthejnë në tabu përdorimin e këtij termi. E ke hatur në Shqipëri? Unë s'kam quajtur kur tabu. Unë kam debatuar vazhdimisht me Muçnanun në Skand, në MCN TV, në emisionin e tjerë në Autistan. Kam ngulur këmbë, Izraelit është në shtetas i Izraelit. Çifut është ai që ndjek besimin judaik në çdo cep të globit, kudo që të jetë. Dhe hebre është ai që ka ADN-n e semitit që i kanë lindur paraardhësit në atë tokë, në tokën e Palestinës. Shumë e qartë. Dhe për mua nëse ja hyn provave të ADN-s, mund të dalë nesër që janë shumica e palestinezëve hebrenj. Nuk kuptimi gjenetik të fjalës. Dhe ajo nuk mund dalë nesër, ka dalë tashmë që palestinezët janë gjenetikisht më hebrenj se sa ashkanazët që s'kan lidhje gjenetike me atë zonë. Okej. Por kam një pyetje. Po. Nëse mund. Po, ju të dëgjoj. Tani ka një numër, një përqindje të lartë të tyre që ti quhen çifut, pra fetarisht çifut, të cilët nuk janë realisht fetar. Një përqindje e tyre janë ateistë. Okej, nuk je çifut. Nëse je sekular, nëse je ateist, nuk je çifut. Pik. Kaq e thjesht është. Po ti kategorizojmë këta, sepse ata janë tani le të themi 20% e Izraelit. Ata janë izraelit, janë qytetarë të Izraelit, siç janë unë shqiptar duke qenë ateist. Po janë bërë qytetar Izraelin në pretendimin që mamaja e tyre. Kjo është tjetër gjë pastaj. Kjo është tjetër gjë. Atëherë, nëse do të marrim atë që quhet ligji për të drejtën e kthimit që aplikon Izraeli, pra që i jep të drejtën kujt do që pretendon se ka pasur një gjyshe çifute, të thotë unë jam çifut dhe të shkojnë në Izrael dhe të marrë drejtat plota në shtetin e Izraelit, ky është, do të thoja unë, shkalla më e lartë e racizmit. Sepse e drejta e kthimit nuk u lejohet palestinezëve që janë përzënë me dhunë nga organizatat terroriste përpara krijimit të shtetit të Izraelit, Irgun, Lehi dhe Hagana, që më vonë u bën ushtria dhe shërbimet sekrete të Izraelit, që janë përzënë pas krijimit të shtetit të Izraelit, që kanë tokat atje, që kanë e provojnë me dokumenta që kanë pasur sheku i vazhdimësie në territor, dhe ata nuk lejohet të kthehen, megjithëse ka disa rezoluta të OKB-s që kërkojnë lejimin e tyre për kthim, siç kemi ne pretendim që çamët duhet jenë të lirë të kthehen në Greqi dhe të gëzojnë pronat e tyre. Ata që nuk duan pastaj të rrinë në Greqi, le të mos rrinë. Por kjo nuk ndryshon asgjë në faktin që ai ligji i kthimit, mënyra se si e përdor Izraeli është racizëm i pastër. Është pastrim etnik. Me atë Izraeli ka mbajtur balancën në favor të vet. Sot ka zyrtarisht 8 milion çifut dhe 2 milion arab, i siç e quhen shteti i Izraelit, brenda territorit të Izraelit. Po, është një arsye që zgjidhja me një shtet është e pa. Ndërsa të tjerë që jetojnë nëpër balancat etnike. Të tjerë që jetojnë nëpër botë, që nuk flasin hebraisht, që nuk e provojnë dot origjinën nga ai territor që sot quhet Izrael, që nuk janë fetar, George Soros për shembull, deklaron haptazi, jo vetëm që nuk është fetar, por nuk beson në Zot. Si mund të jetë çifut ai? Si mund të jetë çifut? Pyetja e madhe. Po jo, më nuk është çifut, është e thjeshtë. Ai e përdor sa herë i duhet për të mbrojtur nga kritikat. Sa herë dikush e sulmon Sorosin si një njerëz që rrëzon qeveri, që bën spekullime financiare, që shkakton kriza financiare nëpër botë dhe grabit popull që nuk kanë institucione të forta, megjithëse ka garbitur dhe italianët edhe britanikët ai. Po. Mburoja e tij është ti je antisemit, ti po sulmon mua se unë jam çifut. Sa herë akuzohet për financimin e lëvizjeve majtiste radikale kudo në botë, përfshirë dhe Shqipërinë, mbrojtja është po akuzohem unë,
pa të drejtë, sikur po bëj një komplot çifut. Ti nuk je çifut, vëlla, si mund të bësh komplot çifut ti? Ti bën komplotin e sa oligarkëve. Figurat e tilla janë thelbësore në krijimin dhe vazhdimin e shtetit Izraelit. I familja Rothschild për shembull, dhe vetë Soros. Po, Dhe familjet e tjera të pasura me origjinë hebreja apo çifute ashkenaze. janë instrumente shumë të forta për vazhdimin e projektit të Izraelit. Si në krijim dhe në vazhdim. Pikërisht Pra, ka një përkatësi kulturore dhe themi që i shtyn drejt të qenit aktiv dhe të punuarit për interesat e Izraelit. unë nuk mendoj se ata punojnë për interesat e Izraelit. Këtë e them me sinqeritet dhe me bindje të plot. Rothschildët dhe të tjerë, apo Rothschilds, siç i quajnë në anglisht, nuk janë as pak fetar, janë miliarderë që janë mësuar të bëjnë para nga gjaku, kanë financuar luftrat dhe kanë kuptuar që kur ka luftë, paraja fitohet më lehtë, më shpejt, me normë të lartë interesi. Dhe sa herë që ka dy palë, njëra do fitojë dhe të paguajë edhe borxhet e tjetrës. Ata janë njerëz që fitojnë nga borxhi publik i Amerikës që po shkon në qiell, ndërkohë që Amerika vazhdon të shpenzojë para për luftë në rajon dhe të fal para rregullisht Izraelit, përtej atij 4 miliardë që e ka historik. Dhe të gjitha këto borxhe paguhen, dhe paguhen me interesa. Unë nuk mendoj se George Soros do ndonjë shtet apo ndonjë kombë në botë. Të gjithë i sheh si terrene fertile për të mbjell atë farën e keqe që ai do dhe për të korrur pastaj fitimin që ai do. Unë nuk mendoj se Soros me shoki ka ndonjë fe apo ndonjë parim njerëzor, nëse do të më pyesësh mua. E ke parasysh një intervistë një Rothschildi anglez, një lordi anglez, duhet të ketë rreth 10 vjet diku, kusht më parë, që thotë familja ime ndikoi në krijimin e Izraelit. E ka fjalën për ndikimin tek Belforti për nënshkrimin e deklaratës së Belforit në 1917, ku Britania i premton Izrael, qifutëve botror në krijimin e shtetit në Palestinë. Po, e di, po kjo është e vërtet. Sepse përpara se të bëjë ajo deklarat, ai ka financuar individ që të shkonin atje edhe të hapnin ferma, të hapnin bizneset vogla, kryesisht bujqësore, që të blenin sa më shumë tokë nga palestinesët e varfër. Po. Por dihet ama gjithashtu se me gjithë përpjekjet e mëdha të Rothschildëve, vetëm 6% të tokës të Palestinës të mandatit britanik zotëronin çifutët. Kur erdhi puna për të shtruar në kryes plani i ndarjes. Dhe është bërë me dhunë pastaj ajo ndarje. Nëse të mos shkojmë aq larg, po më the më herët që kemi një binjakëzim politiko-ekonomik Shqipëri-Izrael. Ku e shikon ti këtë binjakëzim të ekonomisë dhe të politikës dhe çfarë të keqe ka? E keqja është që Shqipëria, le të themi, çdo shtet që ka bashkëpunuar me Hitlerin në luftën e dytë botërore është një nëse mund të heq një paralele, ka qenë një të gjitha atë histori të bashkëpunimit me Hitlerin apo me nazistët apo me faqistët, që është një turp kombëtar për brezat e ardhshëm. Pra ne jemi problemi i bashkëpunimit thellësisht me Izraelin në këtë moment është që ata janë duke kryer genocid. Dhe ne jemi duke i ndihmuar që ata të vazhdojnë genocidin në nivel diplomatik, në nivel ekonomik, në nivel kulturor. Dhe ky binjakëzim tani që ne sa më shumë ata thellojnë genocidin, shtohet numri të vrarëve në Palestinë, ne aq më shumë thellojmë bashkëpunimin ekonomik, kulturor, politik me ta. Kjo është e papranueshme. Ku e shikon ti intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik Shqipëri-Izrael? Atëherë kemi një stër marrëveshjesh 3 vitet e fundit, ku kompani izraelite ose vetë shteti izraelit ka dorë në sektor të ndryshëm të ekonomisë në Shqipëri. Duke përfshirë mjekësinë, kemi marrëveshje me kur Izraeli duke prishur
duke shkatruar gjithë sistemin mjekësor në Gaza, ne kemi lidhur marrëveshje me spitalet tona me spitalet në Izrael. Kemi marrëveshje në ushtri, ku ushtria izraelite, domethënë pilotët izraelit do trajnojnë pilot në Shqipëri, sepse do rihapet shkolla e aviacionit në Vlorë, nëse jeni në Djani, për të kemi nënshkruar marrëveshje qeveritare. Dhe pilotët që kanë shkatruar Gazën dhe po shkatrojnë sot në Libanin, jugun e Libanit tërësisht, do vinë këtu të mësojnë pilotët shqiptarë si të vrasin ata fëmijë. Kemi dorëzuar zyrtarisht mbrojtjen kibernetike të Shqipërisë tek kompani izraelite. Kjo është tërësisht një gaz në sigurinë kombëtare. Cila është kjo kompani? Nuk e mbaj mend emrin e kompanisë, Okay. por është fakt. Dhe mund të nisë pas podcastin informacion më të detajuar për këtë. Dhe kjo është vetë Rama e ka thënë me mburje që ne na ndihmon Izraeli për të mbrojtur nga sulme kibernetike nga shtetet huaja, sidomos nga Irani. Futja e një strukture të jashtme të huaj në brendësi të mbrojtjes kibernetike shqiptare, përfshirë të dhënat kombëtare tona, është një gap në sigurinë tonë kombëtare. Dhe kjo mund, domethënë, marrëveshjet e tilla kanë domosdoshmërisht nevojë për kalimin në parlament, për aprovim. Këto janë bërë gjitha me një nënshkrim, me një firmë. Kemi tani që po protestojnë për nartën, për Zvërnecin, për Jollën, para 2 ditësh u nënshkrua marrëveshje memorandum bashkëpunimi në fushën e bujqësisë. Ku flitet që mira e këtar tokë do të dorëzohen kompanive izraelite për të zhvilluar. Pra një lloj kolonializmi i ri. Do merret toka fshatarëve që janë sidomos në emigrim dhe do u jepet kompanive izraelite për t'i përdorur dhe për t'i shfrytzuar. E tjera. Unë kam një listë të gjitha marrëveshjeve që kemi bërë 3 vitet e fundit me Izrael, dhe së shpejti mund të provoj një material për këtë. Por është kjo tashmë është e dukshme, ne pothuajse në çdo 3-4 muaj kemi një marrëveshje të re me shtetin e Izraelit. Është krejt e çuditshme. Nuk e kemi këtë gjë me asnjë shtet tjetër, atë me Turqinë për shembull, që kemi shtet, le të themi, që na kemi të gratë ndrota ushtarakisht. Atë me shtetet e rajonit, atë me Italinë. Lere pastaj me Greqinë apo me shtete tjera që mund të shkojmë dhe si armike. Kemi marrëveshje të kësaj natyre të vazhdimisht, ku duket sikur një harrove bankën digjitale. Shteti juaj është u integruar brenda strukturave të shtetit shqiptar. Harrove bankën e parë digjitale, që do të jetë me kapital izraelit. Kjo është një biznes privat, por që gjithmonë ka qytetarë izraelit që janë investitorë në këtë bankë. Dhe e çuditshme është që kjo licencë është dhënë vetëm kësaj banke. Banke plot digjitale në Shqipëri. Kemi një përpjekje të mëhershme edhe nga kompani tjera, po është një kompani quhet Pago. Nuk e di e ke hasur apo jo? Jo. Ata janë gjithashtu bankë digjitale, dhe unë kam njohje me njërin nga themeluesit e kësaj banke, Pago.al, dhe këta kanë kërkuar licencë për të qenë banke plot digjitale nga shteti shqiptar, dhe u është thënë që nuk ka më licenca për banka në Shqipëri. 2 vjet më vonë, me procedurat të shpejtuara, është dhënë licenca për bankën plot bankës Jetbank me pronar izraelit. Kjo të le të kuptosh influencën e një shteti të huaj mbi politikanët shqiptar. Mendon se Netanyahu ka kontroll mbi Edi Ramën? Dhe nëse po, si e ka arritur? Është për mua që qartë, nuk e mendoj, është faktike. Edi Rama shkon në Knesset dhe thotë më dridhe gjunjët para Netanyahut. Dhe Edi Rama nuk është njeri që
në Shqipëri shfaqet si dikush që i tridhen gjunjët. Këtu është autoritar, është përçmues, është dhe Arrogant. atje shkon i tridhen gjunjët. Vetëm para 2 vitesh qarkullon një lajm tani që ai ka marrë një telefonat nga Netanyahu i ka thënë do bësh filanin konsull në Jeruzalem, nuk e di ku aty. Edhe ky muhabet nuk diskutohet. Dhe Edi Rama e ka zbatuar. Pra, është më të qartë që siç e quajta në protestën e fundit, Edi Rama është guvernatori i Izraelit këtu dhe nuk është kryeministri jonë. Pra, interesat tona janë. Po si mendon ti se ka arritur Netanyahu këtë kontroll mbi Edi Ramën? Tani unë kam teorinë time, por nuk kam fakte ta provoj akoma. Teoria ime është kjo, nëse mundem. Po patjetër që mundesh, para pa shpinës time shkruhet Edi Rama konspiracion. Ka pas kontroll të plot mbi të ardhmat, mbi le të themi pasurinë kombëtare, si atë të ligjshme dhe atë të paligjshme. Sepse Edi Rama teknikisht mund quhet edhe koka e mafisë shqiptare, edhe pse është kryeministri shqiptar. Ai ka bërë punë dhe ka marrëdhënie me kodën e krimit në Shqipëri deri në jonë tani, që me 3 data. Dhe nuk mendoj që, domethënë, duke pasur kontroll mbi ekonominë shqiptare të kësaj natyre, unë nuk mendoj se ai ka nevojë më për para. Prandaj kjo më çon mua të besoj që Edi Rama është tërësisht i shantazhuar nga Mossadi. Po çfarë i kanë gjetur që e shantazhojnë? Kjo është teoria ime. Tani se për çfarë e kanë shantazhuar, mbetet për të parë nëse do dalin informacione të ardhshme, por një figurë e errët që ka nuhatje shantazhi brenda është Ergyll Takat. Të ti një 30 vjeç do më zaftoi krejt shtetin shqiptar poshtë këmbëve të Edi Ramës. Kjo është një anomali që të bën të mendosh që ky person me shumë gjata ka qenë agent i Mossadit në Shqipëri. Edhe për faktin që ai ka qenë tejet i fokusuar në incidimin e njerëzve me të cilët bashkëpunonte. Edhe ndjeni Ergyll Takati gjyrën e kishte tërësisht me kamera dhe me audio. Shiko, një njeri që ka çdo marrëdhënie. Një njeri që nuk e ka pasur problem të dalë nudo në plazh, që nuk e ka pasur problem as t'i dalin ato foto nudo t'i bëhen publike. Me çfarë tjetër mund të kërcënohet, mund të shantazhohet? Unë nuk mendoj se fotot nudo janë të mjaftueshme për të shantazhuar në këtë pikë. Por që jo, ka provuar realiteti që nuk janë, u publikuan edhe Edi Rama fitoi zgjedhjet. Kjo është një teori e ime të cilën logjika ime më thon që kjo mund të jetë gjëja më e mundshme, se Edi Rama është tërësisht në influencën izraelite. Okej, me që ja lam këtë 5 minutë teorive konspirative, po vazhdoj edhe 1 minutë të teoritë konspirative. A mendon se Edi Rama është pedofil? Nuk e kam menduar, domethënë gjasa mund të jetë, unë nuk e kam menduar më herë që mund të jetë. Okej, vazhdojmë, asu nuk kam prova, po dyshimi kur shikoj lidhjen e tij me Izraelin, dyshimi më vjen, sepse kështu ka funksionuar. Kjo mund të jetë një Izraeli. Domethënë duke parë Epsteinin, çështjen e Epsteinit, domethënë dhe jo vetëm. Pedofilia është një nga ato pikat ku janë shantazhuar shumë njerëz. Përmende protestat për Nartën, Zvërnecin, Rjollin, për Sazanin, ka protesta në Vlorë dhe pastaj të merremi pak më detaje. Çfarë po ndodh në Nartë dhe në Zvërnec? Për Sazanin nuk ka protesta, por domethënë në Vlorë protesta ka filluar për Zvërnecin. Okej. Tani më thuaj, përpara se të shkojmë te ndikimi i shërbimeve të huaja të Zvërneci, më thuaj çfarë ndezi, çfarë shkrepi protestën e parë. Se edhe për këtë është spekuluar shumë. Jo ka qenë çështje pronash, jo mbrojtja e Pelikanit, jo telat me gjemba. Çfarë e nisi protestën? Në anije për
duke shkuar drejt Gazës në kohën që kam parë protestën e parë në Nart, Po? në Zvërnet. Dhe protesta e parë ishte përgjithsisht me ambientalistë. Okej. Çunat e PPN-a ka ajo organizata dhe aktivistë të tjerë. Që shkuan aty dhe bën protestën e parë dhe thirrjen e parë për protestë dhe denoncuan prishjen e faunës, prishjen e dëmtimin e zonës. E ekosistemit. Denoncuan rrethimin e çuditshëm të një qindra hektarëve, pra bërjen qindra hektarë publik në pronë private brenda natës, pas një tabel, pas një dëgjesë publike, pas një transparencë. Dhe aty filloi, le të themi, u bë publike çështja. Pastaj çunat dhe vajzat e Riollit e kanë mbështetur këtë, aktivistët e Lëvizjes Bashke kanë mbështetur këtë dhe vazhdoi u bë një sër protestash të vogla deri në protestën e fundit ku unë isha pjesë gjithashtu, ku rrëmbyen zvarri ai qytetari. Ai ishte nga fshatarët e Zvërnetit, të cilët pretendojnë se kanë prona të pa kompensuara në zonën e rrethuar. Okej. Me atë incident ku kompania kishte, le të themi, marrë në punë bodyguard privat për të mbrojtur zonën, e morën atë qytetar në sy të policisë, e morën zvarr, dhe pastaj u bë çështja. Po mirë, më sqaroj një gjë. Për Zvërnecin janë përmendur 2 investitorë nga Katari dhe pronar trojësh janë bërë bashkëpronar, po që janë shqiptar. Ku hyn Kushner në Zvërnec? E kam të paqartë këtë. Kushner hyn tek investimi, kam përshtypjen dhe jo tek pronësia. Pra, aty ka pronar janë këta biznesmenët në Katari, është një biznesmen i botës të errët në Vlorë i quajtur Arkushehu, i cili është në Amerikë tani, i cili akuzohet për tjetërsim pronash dhe në vende të tjera në Vlorë. Dhe që i ka dhuruar tokë generalit italian Lizi që ishte i kërkuar nga Interpoli. Dhe një biznesmen tjetër shqiptar kam përshtypjen, si pronar toke. Pastaj aty ka një shtrëngim të kompanive të cilat janë përgjegjëse për investimin e mëtejshëm. Çunat e reporteri Pikal e kanë bërë një investigim të thellë për këtë çështje. Dhe le të themi, Kushneri është tek pjesa, kam përshtypjen tek pjesa e investimit në zhvillimin e zonës. Po nuk po përmendet, pra nuk po del asgjë për Kushnerin. Kushner është, sipas fjalëve të tij dhe të bashkëshortes së tij Ivanka Trump, i përfshirë në Sazan, por jo në Zvërnec. Emrat që unë kam parë përveç shqiptarëve, 2 qytetarëve nga Katari, janë edhe një shtetase bullgare dhe një shtetas rus, po Kushnerin nuk e kam parë akoma. E di pse ta bëj këtë pyetje. Sepse këto ditë në protestat në Tiranë ka pasur edhe parulla që pa kontekstin e duhur mund të merren si antisemite. Pra, nëse ti akuzon çifutët shtetin e Izraelit për një akt korruptiv ku ata nuk kanë gisht, ose ku ti nuk ke prova se ata kanë gisht, atëherë këtu po që lihet vend për diskutim nëse ka antisemitizëm apo jo, nëse ti e shikon armikun atje ku nuk është armiku. Edhe të them të drejtën, deri tani Kushneri mund të jetë i gjithë i brenda në Zvërnec, po deri tani nuk shoh. Po pse nuk shqetësohen vlonjatët? Pse nuk shqetësohesh ti, për shembull, që 14 kilometrat katror të Sazanit do t'i shndrojnë në një ishull privat Kushner. Ivanka Trump e thot në mënyrë të përsëritur, do të jetë ishull privat, që do të thot unë dhe ti nuk do të kemi më të drejtë të shkelim në Sazan. A nuk është kjo për të revoltuar? Është për të revoltuar, për ta kthyer pak bisedën më mbrapa. Unë jam gjithashtu i linjës që
përfshirja e Izraelit në projektin e zbërnetësit është le të themi spekulative. Dhe vjen më shumë nga fakti që qeveria shqiptare është nën influencën e shtetit Izraelit sesa përfshirja drejt për drejt. Lidhja me Kushnerin pastaj vjen tek fakti që kompania që një nga kompanitë që do zhvilloi punime në Zvërnet quhet Sazan Land Development, diçka e tillë. Po. Pra, projekti i Sazanit dhe projekti i Zvërnetit nuk janë dy projekte të ndara. Me sa kam parë janë i njëjti projekt i zhvilluar në faza të ndryshme. Okej, dakord, po prap se prap, Kushner është në Shtetas Amerikan, është dhëndri presidentit Trump. Po. Shikoj dashur, unë nuk e kam hallin pse po e merr Kushner. Nuk e kam hallin pse Kushner është çifut. Apo sepse mund të jetë edhe Shtetas Izraelit, qoftë Shtetas kinez, indian, Bangladeshas, për mua nuk ka rëndësi fare. Për mua ka rëndësi që një i huaj, po do ta thoja edhe po ta merrte një shqiptar, edhe sikur ta kishte blerë Samir Mane Sazanin, unë do të isha kundër që një pjesë e territorit të Shqipërisë të kthehet në zonë private të mbyllur për publikun. Ti mund të ndërtosh në Sazan, por nuk mund të më pengosh mua ta vizitoj Sazanin, se është tokë shqiptare. Shi vetëm ishull që kemi. 100% dakord. Pra, statusi i Sazanit ka qenë i paqartë edhe për ne si vnonjata apo si shqiptar. Derisa doli intervista e Ivankës, që tha kemi marrë një ishull privat në Adriatik. Po, pra, dhe gjitha mediat që flasin për ishull privat, që tashmë është bler, sipas The Guardian edhe shumë mediave të tjera, tashmë është bler ishulli. Por mua kjo duhet ishte kjo intervista nëse e ke hasur, është dhe çështja është bërë ndërkombëtare dhe unë jam shumë në Twitter dhe shikoj që është tema e ditës në botë. Intervista e Ivankës dhe Kushnerit dhe mënyrën se si bën pazaret në jahtin e Net Rothschildit. Atë nuk e thot Ivanka. Ivanka tregon një prall tjetër. E thot Kushneri. Ivanka thot në jahtin e një miku ton, po Kushneri thot që është Net Rothschildi ku shkoi. Po, kjo është e vërtetë. Po ministri jon dhe mendoj se tashmë edhe çështja e Sazanit me këtë shprehjen e ishullit privat i është bashkëngjitur çështjes të Zvërnet dhe janë e njëjta çështje, jo çështje të ndara. Pra, siç kërkohet heqja dorë nga zhvillimi i mëtejshëm i errët i zonës së mbrojtur së Zvërnetit, do vazhdoj të kërkohet edhe sqarimi i çështjes së Sazanit, shitja, kemi pas shitje të pronës publike, apo kemi të bëjmë gjithashtu me një rrethim të pronës publike ku ne s'kemi marrë akses apo jo, dhe kjo është diçka që do jetë, mendoj, pjesë integrale e protestave në vazhdim. Shiko, një arsye tjetër pse unë jam kundër asaj që po ndodh në Sazan dhe jo vetëm. Shteti shqiptar po shet vazhdimisht troje që pretendon se janë pronë shtetërore. Ngrihet Berisha dhe akuzon Edi Ramën pse po shet ti trojet e reparteve ushtarake, për shembull. E ka bërë në një rast. Po. Por nuk dëgjojmë askënd të thotë, ore ky shtet paska troje në pronësi, po pse nuk likujdon pronarët e Truallit që janë shpronësuar që në 46-ën? Me që paska. Se për të më kthyer mua pronën, ai thotë unë s'kam mundësi të ta kthej. Për t'ia shitur të huajve qoftë Berlusconi që donte t'ia shiste Berisha, apo Kushtrit që po ja shet Rama, pas kanë tokë këta, pas kanë troje. Kjo nuk të revolton të duhet që këtu vin të huaj dhe blejnë tokë, ndërkohë që shqiptarët s'kan marrë akoma pronën që ju është marrë me dhunë nga komunizmi në 45-ën e 46-ën? 100% dakord. Shteti është pronari më i madh i trojeve në Shqipëri dhe kjo stërvitja e çështjes së pronës është plagë e madhe dhe nuk e di sa mund ta quash të qëllim, sepse aty më rri. Kjo a nuk të duket që ka qenë e qëllimt? Po duket shumë fuqishëm që ka qenë e qëllimt. Mos zgjidhja e çështjes së pronës në Shqipëri. Se po ta kishin kthyer pronën
dhe ta kishin përdorur fondin e tokave të ndërtuara, pra të krijuara nga shteti komunist 45 vjet, për të kompensuar të tjerët që nuk kompensoheshin, nuk do kishin sot çfarë t'i ofronin Berlusconit e Kushtrit. I përmend të dy sepse Berisha nuk dua ta nxjerr nga kjo pikturë, sepse Berisha nuk e dha Sazanin, jo se nuk donte Berisha, po se nuk e donte Berlusconi. Se e ka pohuar vetë që ja ka dhënë Berlusconi. Dhe ne do t'i ndashim, po të shikojmë dot. Po pra, ka dashur të shes edhe Fatos Nano. Ndërsa për ne që s'kemi marrë pronët nuk kujtohet Berisha dhe thotë janë parti e djathtë. Po. Edhe pastaj habitet pse njerëzit e thonë në protest Ramanburg, Berishanburg. Po. Habitet pse nuk e duan. Berisha gjithashtu përgjegjësi për ligjin famkeq 7551. Sepse është aprovuar në qeverinë e tij, kështu që Jo. le themi Jo, nuk është e vërtet. Kjo ligji 7501 është bërë në kohën që në pushtet ka qenë Partia Socialiste. Partia e Punës më saktë, as Partia Socialiste jo. e Ramizit. Po, është bërë Okay. para zgjedhjeve të vitit 92, por ajo që ka bërë PD-ja më vonë, ka ndërhyrë në atë ligj në amendime dhe kanë nxjerrë të ligje të tjera që ka lejuar shitblerjen e asaj tokës së marrë në përdorim, Okay. si tokë bujësore. Jo. E ka përkeqësuar situatën në nivele që ndodhen Ai ligj është miratuar rreth 1 muaj e gjysmë pasi Partia e Punës ndroi emrin u bë Parti Socialiste. Është miratuar në korrik të 91-shit. qartë. Por ndërkohë Partia Demokratike ka qenë në pushtet edhe 13 vjet të tjera dhe s'ka bërë asgjë për ta kthyer pronën tek i Zoti. Ësakt. Si mendon, kemi vetëm 10 minuta në dispozicion. A ka një alternativë, një zgjidhje për Shqipërinë? Pasi tham gjitha këto që kemi thënë, pra në përkëmbjen e pronës, korrupsionin, mafian që ti thej që kemi një mafia shtet me Ramën krye, binjakzimin që është një mënyrë e butë për të thënë që është kolonizimi i Shqipërisë nga Izraeli. Në këtë panoramë kaq të zymt, kaq pesimiste, a ka një zgjidhje, a ka një shpëtim, ka një rrugdalje? Ka rrugdalje. Rrugdalja është thjesht korruptimi i pushtetarëve do të marrë fund. Në momentin që ne kemi liderat korruptuar në çdo nivel, problemet vazhdojnë dhe shtohen, dhe padrejtësitë vendosen me njëra tjetrën. Dhe zgjidhja bëhet shumë e vështirë. Është gjë që shumë e qartë me pjesën e pronësisë tokës. Po si mendon ti se mund të largohen këta lider? Si ti largojnë? Largohen me votë ose me dhunë. Problemi i patronazhimit është problem serioz që duhet të zgjidhet, sepse një qeveri që merr mandatin e 4, një e korruptuar se qeveria Rama, të marr mandat 4 me më shumë deputet se çka marr më herët, do thotë që kemi një manipulim të thellë të sistemit zgjedhor. Dhe ky Dakor, për cila zgjidhje? Si i largojmë? Si i largojmë? I largojmë me votë ose me protesta. Po me votë. Këto janë dy alternativë. Dakor, me protesta nuk largohen këta, të kesh i sigurt ti se nuk kanë cip, nuk kanë turp dhe nuk kanë frikë nga rezultati zgjedhor. Me protesta në çdo vend të botës largohet qeveria kur ka frikë se duke vazhduar të rinë pushtet, do të humbas më thellë zgjedhjet. E bën çdo qeveri që jep dorëheqjen, nuk e jep nga qefi. E jep dorëheqjen për të minimizuar impaktin negativ në zgjedhjet e ardhshme për partinë e vet. Si e rrëzojmë pra, sepse me protesta unë them që duhet të harrosh, nuk largohet qeveria me protesta. Me mosbindje civile po. Nëse fillojnë grevat, bllokohet ekonomia, bllokohen shërbimet, po, ashtu po, mund të largohet qeveria. Po prap cila do të jetë zgjidhja? Se protestuesit të shesh janë kundër Berishës dhe kundër Ramës, janë kundër të dyve. Po. E ke parasysh që ne pretendojmë se jemi patriotë më dhejtë? Po. Si popull? Kur luan kombëtarja dukemi patriotë. Ata që vinë në pushtet e vjedhin vendin. Dhe njëri që e vjedh vendin nuk mund të jetë patriot, nuk quhet patriot, quhet trontar, se ti vjedh vendin tënd. Dakor. Ti vjedh vëllezërit e tu, motrat e tu. Kështu që zgjidhja është e thjeshtë, ne duhet kemi njerëz që na drejtojnë, të cilët nuk vjedhin, nuk bëjnë Allis Berisha.
Dhe në qëllim të fundit të lexova është ne kemi humbje 1 deri në 2 miliard dollar nga korrupsioni në vit. Euro. Ne kemi nevojë për investime të huaja, nëse kemi 1 deri 2 miliard dollar që i shkojnë ekonomisë shqiptare dhe nuk shpërndahen nëpër kompani offshore. Po dakor, po si cilë zgjidhja? Shiko, po ta bëjmë të thjesht, i dashur, po ta bëjmë të thjesht. Njerëzit dalin në protestë dhe thonë dorëheqje të qeverisë. E dha dorëheqjen Edi Rama. Po. Pasëm se e dha. Ka lënë qielli, po. Pra, përveç se dorëheqje kërkon edhe zgjedhjet parakoshme. Nuk po kërkon vetëm dorëheqjen e Ramës. Automatikisht dorëheqja të çon automatikisht në zgjedhjet parakoshme. Jo, nuk të çon automatikisht. Kushtetuta e ka zgjidhjen. Zgjidhet një kryeministër tjetër nga njëjta majorancë. Qeveri tjetër nga njëjta majorancë. Po, kushtetuta e ka zgjidhjen. Megjithatë, po pranoj logjikën tënde që pra protesta duhet të synoj rrëzimin e Ramës dhe zgjedhjet e parakoshme. Bukuri. Po. E dha dorëheqjen e Rama. Në të dielën e parë të shtatorit u dekretua data zgjedhjet parakoshme ose në dielën e fundit të shtatorit. Kush do marr pjesë dhe cila parti mendon ti se do të sjellë ndryshimin në Shqipëri, këtë ndryshim që kërkon ti, këtë frenim të korrupsionit dhe mbrojtje të interesave kombëtare? Të cila parti sheh këtë shpresën? Personalisht unë shoh një shpresë tek partia e përfolur për keq e ligjit bashkë. Okej. E di që ti personalisht nuk e ke përdemën. Unë jam i djathtë vetë. Unë nuk i kam përsipër partitë majtiste, patjetër. Unë jam i djathtë, po jam konservator, le të themi, në vijat të përgjithshme. Megjithatë, politika ime ka ndryshuar 3 vitet e fundit unë i ndaj tani politikanët në politikanë kundër genocidit dhe pro genocidit. Kundër shtetit genocidial të Izraelit dhe pro shtetit genocidial të Izraelit. Nëse një politikan Po e pranoj standardin tënd. Dakord. Me këtë standard, Redi Muçi dhe Arlind Qorri rezultojnë më të ndershmit nga politikanët shqiptar. Bukuri. Po. Sa shanse kanë të fitojnë zgjedhjet e ardhshme, se që të bësh qeverinë duhet marrë shumicën? Shanset janë që të fitoj shumicë dërmuese janë të ulta. Janë shumë të ulta. Pra çfarë do fitojmë me zgjedhjet e parakoshme? Mendoj do kemi një hap përpara në numrin e deputetëve nga partitë e vogla, veçanërisht kanë lidhje bashkë. Po ti mendon që nuk ka shanse të fitojë Rama zgjedhjet e reja? Me këtë konfiguracion të partive? Me ai deputet sa ka thot, jo. Po i fiton me 71. Ka gjasa ti fitoj me 71, si thua ti? Me Berishën përballë. Tabloja që ti paraqet është pesimiste, por realiste në të njëjtën kohë. Kështu që unë e dashur nuk e kam parë kurrë të personat. Unë zgjedhjen nuk e kam parë kurrë të personat. Unë zgjedhjen e shoh të sistemi. Protestuesit kërkojnë të shfuqizohen ndryshimet që janë bërë në kuadrin ligjor që rregullon mbrojtjen e natyrës, pra për zonat e mbrojtura, mbrojtjen e trashëgimisë. Kërkojnë edhe shfuqizimin e ligjit për investitorë strategjik dhe unë jam me të dyja duart pro shfuqizimit të atij ligji. Çështja është se ne këto ja kërkojmë politikës, se nuk kemi drejt të ndryshojmë vetë, se po të kishim një ligj të mirë për referendumet, s'kishte nevojë as për protesta. Hidhen në referendum, i shfuqizon gjitha ligjet, i uron rrugën e mbar Xheret Kushtenit edhe investitorëve nga Katari në kthim në vendet e tyre dhe mbaronte diskutimi. Por kështu si më thua ti, hajde të rrëzojmë Ramën, bëjmë zgjedhjet parakoshme se do fitoj vota Arlindi, edhe po të marrë edhe 71 deputet Arlindi, ajo që kemi bërë është që fatin ton nga dora e Ramës e kemi çuar te dora e Arlind Qorrit. Kurse unë duhet që fati të kthehet në duart tona. Prandaj nuk jam entuziast unë për ndrim personash. Kemi shans të themi ta përmirësojmë sistemin me njerëz të cilët janë më të hapur për ta dëgjuar popullin. Se ta një autokrat si Rama. Kjo është, le të themi, via logjike e inja. I dashur Baki. Për Redi Muçi para 2 ditësh ta që do propozonte në parlament shfuqizimin e patrimonieve, shfuqizimin e ligjit të Po i kërkon dhe nuk miraton. Po i kërkon, por nuk miraton dhe ai nuk ka vota t'i bëj. Që tregon që
ata e kanë linjën e njëjtë me masën popullore dhe me atë interesin e vendit, se sa me interesat huaja apo me interesat fundamental. Jemi në minutat e fundit. Pas asaj që ndodhi me Donald Trump, i cili në fushat ishte spektakolar, thoshte çdo gjë që ja thoshte zemra çdo amerikanit thjesht. Paqe, jo inflacion, ulje të borxhit publik, kurrë më në luftra që nuk janë të Amerikës, të ulen taksat për njeriu që punon, të hiqen fare taksat për orët jashtëorare, dhe më thash, çdo gjë që thoshte Trump më entuziazmonte mua edhe një 100 milion amerikanë që e votuan. Edhe mua i kështu. Por nuk ishte thënë kur Trumpi që unë do shkoj t'i bie Iranit edhe do bëj ç'të do Izraeli me lindjen e mesme. Prandaj, akoma ti nuk e kupton që është sistemi që duhet ndryshuar dhe njerëzit nuk e ndryshojnë dot sistemin. Po, në rastin e Trumpit nuk e ka fajin sistemin. Do thuash e ka fajin Trumpi? Jo, mërë zotëri, e ka fajin sistemi. E ka fajin Trumpi që ka qenë shok me Epsteinit. Jo, e ka fajin sistemi që nuk parashikon një recall, pra një ndërprerje të mandatit për presidentin që gënjen. Në qoftë se ti je një senator apo një kongresmen që ke premtuar diçka në fushat dhe nuk e ke bërë, zgjedhësit kanë të drejtë të bëjnë recall, të kërkojnë zgjedhjet parakohshme vetëm për ty, për të hequr. Me presidentin kjo nuk ndodh. Interesante. Prandaj unë them që duhet të ndryshojë sistemi. Në Amerikë nuk bëjnë dot referendum njerëzit. Nuk ka referendume federale në Amerikë. Prandaj janë partizani demokracisë direkte i modelit zviceran. Politikisht dhe domethënë pa pasur ata elementet e mirë në politikë, prapë nuk e ndryshon dot. Po elementi i mirë, dhe Berisha nuk e ndryshon sistemin. Shiko, elementi i mirë ishte John F. Kennedy. E vran. Po. Tani kur ti je në majë të piramidës, kur ti ke shumë kompetenca, shumë të drejta për vendimarrje, siç është presidenti i Amerikës me atë sistem politik që ka Amerika, një alternativë ke. O do vritesh, o do shitesh. Dakor? John Kennedy zgjodhi të vritej. Të gjithë të tjerët pas tij, përfshirë dhe Trumpin, kanë zgjedhur të shiten. Prandaj unë jam për zgjidhje të tjera apo të tjera. Në momentin që sepse edhe John F. Kennedy nuk mendoi se e priste të vritej. Nuk e priste të vritej, por nuk u shit. Nuk u shit. Luftoi fort edhe fundi i tij ishte i pashmangshëm. Edhe në këtë protest që Rama kërkon 20 vet për përfaqësues dhe njerëzit kanë frikë të zgjedhin ata 20 përfaqësues, thonë mos na jetë dredhin, mos ta tradhtojnë. Për mua zgjidhja është po ajo. Ti zgjidhë 20 vet, asnjëri kryetar të 20 përfaqësues me mandat të qartë që të autorizojmë të negociosh për këtë. Po për asgjë tjetër, dhe kur i niske Rama atat 20, i thua ne jemi në shesh dhe ne nuk ikim. Në qoftë se ju na vini të buzëqeshur me Edi Ramën, na dilni fotografi si artistit të takuar në Erion Velin në historinë e teatrit kombëtar, edhe të na thoni që ka drejtë Rama. Vazhdon protesta, ju nuk jeni më përfaqësuesit tanë, do zgjedhim 20 të tjerë. Kaq e thjeshtë është. Mirë dashur. Unë të falenderoj shumë për bisedën, se bisedë doli, më bërë edhe ti pyetje. Nuk ishte intervistë, po mua më pëlqen kështu, se ishte më ndërvepruese. Edhe të uroj fat ty dhe familjes, të uroj që të kesh më shumë kohë për fëmijët e tu dhe për bashkëshorten. Po pse jo të uroj edhe që këto protesta në cilat ti je i përfshirë të prodhojnë një rezultat pozitiv, që të marrësh një shpërblim moral, se për shpërblim financiar u morën vesh nuk marrin. Është shpërblim i mirë, po. Të faleminderit. Ne u të falenderoj për kohën edhe për zërin që ke ngritur për çështjet e rëndësishme në Shqipëri, sidomos dhe për çështjen e Palestinës. Je një zë shumë i veçantë për Shqipërinë dhe për mua. Unë kam të respekt për faleminderit shumë. Si person dhe si person publik. Faleminderit shumë. Përpiqem të jem njeri. Këtu përfundon edhe ky emision të dashur shikues. Ju do takim javën e ardhshme. Mirupafshim.